Nëse një fëmijë i edukuar mirë përcjell te shokët, te familjet e tjera moralin që e ka marrë nga nana, nga familja e vet, atëherë gjithë secili kur e shikon diçka të mirë edhe ai mundohet me marr. Për ato edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porositur që secili njeri është në fenë e shokut të tij, duhet t'i zgjedhim shoqërinë. Secili fëmijë ka të drejtë mbi shokun e tij, ka të drejtë ja transmetoj atë që e ka dëgjuar atë mirë, ndërsa fëmiu është ai që e merr apo nuk e merr. Nëse nana është edukuar mirë, nëse nana e bën përgjegjësinë që e ka si nanë, si shtyllë e shtëpisë, atëherë vetë fëmiu kado që të shkon se tash mo nuk kanë mbet t'i flasim dikuj për moralin, t'i flasim dikuj për sjelljen e mirë. Tash na ka mbet veç me shiku sjelljen e mirë të personat, po karakterin ton për me i dhënë shembull dikujt tjetër, se fjala tashmo nuk zën vend nëse ti nuk e ke vet karakterin e mirë. Do të thonë secili njeri tash tregohet prej karakterit të vet. Edhe kjo lën rol të rëndësishëm te një fëmijë tjetër, ku fëmia i një nane tjetër vjen me moral të lartë edhe ka një sjellje që fëmijët e tjerë nuk e kanë ndoshta. Dhe për atë arsye, do të thonë, secila nanë e ka për obligim të kujdeset për fëmijët e saj, të kujdeset që sa më të sjellshëm të jenë në familje, në shoqëri, në shkollë, kudo që të jenë, se fëmia është pasqyrë e prindrit, fëmia është ajo çka është nana në shtëpi. Do të thonë, nëse don me ditë çfarë fëmijë është, çfarë familje janë, shikoje familjen që e ka.